Në spitalin psikiatrik të Vlorës, gjatë këtyre ditëve të nxehta të muajit qershor, është shënuar një rritje ndeshme e numrit të vizitave nga persona që paraqesin shqetësime të shëndetit mendor. Vizitat shkojnë rreth 30 të tilla në ditë, ndërsa ka dhe raste që pacientët marrin shërbim spitalor në spitalin psikiatrik. Mjeku psikiatër Stiliano Lepuri ka theksuar se janë shtuar raste që kërkojnë ndihmë mjekësore si në qendrën komunitare, ashtu dhe në ambientet e vetë spitalit, i cili mbulon të gjithë jugun e vendit. Sipas tij, temperaturat e larta ndikojnë ndjeshëm në gjendjen e pacientëve, veçanërisht tek ata që vuajnë nga ankthi, sëmundje kronike, mendore apo përdorues të substancave narkotike dhe alkoolit. Nuk mungojnë sipas tij as të rinjt, të cilët shpesh paraqiten për vizitë ose përfundojnë të shtruar për trajtim të zgjatur. Për të dy strukturat që ofrojnë shërbime të shëndetit mendor që janë në qytetin tonë, si struktura ambulatore që është qendra komunitare e shëndetit mendor, ashtu dhe struktura me shtretër, Spitali Psikiatrik Alimiali, tek të dy këto struktura me ardhjen e stinës së pranverës dhe të verës, fillojmë ne që shikojmë që shtohet fluksi i punës, si në vizitat ditore, ashtu edhe në shtrimet spitalore. Normalisht, kur temperaturat janë të larta, ajo të sjell në çdo person sjell një pareati fizike, që kjo pareati fizike ndonjëherë reflektohet edhe në pareati psikoemocionale dhe aty shfaqen dhe disa probleme të shëndetit mendor, nga më të lehtat që mund të jenë çrregullimet e ankthit dhe deri në diagnozat më të rënda. Mund të themi se kanë të gjitha grup moshat, përveç moshat 0 deri në 18 vjeç, që ne në Vlorë nuk kemi shërbim për këtë grup mosh dhe i referojmë për në Tiranë, ndërsa 18 vjeç e sipër kemi një fluks pune që do të thosha që me një statistikë që kemi bërë, nga viti në vit rritet, sidomos në periudhën e bearit, siç jemi dhe tani. Aktualisht në qendrën komunitare të shëndetit mendor kryhen mbi 35 vizita në ditë. Jo të gjitha rastet kërkojnë shtrim, por një pjesë e mirë e tyre marrin mjekimin dhe largohen. Këtu në qendrën komunitare të shëndetit mendor jemi 2 mjek psikiatër që punojmë për rrethin ton, do me thënë qyteti dhe fshatra, dhe i kemi të ndarë sipas zonave të mbulimit. Mesatarisht, duke qenë se janë dhe përgjegjësi i qendrës, mund të them se shkon te 30 vizita në ditë, por që të theksoj nuk janë të gjitha vizita të mirëfillta për problemet shëndetit mendor, sepse siç ju thash, ka dhe raste që vijnë për procedura të tjera ose për dokumentacione, siç mund të jetë një pajisja e vlerësimit të anës mendore për të dhënë një testament tek noteri, por mund të them që diku te 30 vizita mesatarisht në ditë bëhen në qendrën komunitare. Kemi dhe raste që shtrohen, nuk është e thënë që ditë për ditë është i njëjti numër, varet si janë paraqiten problematikat, na vijnë raste të reja që shtrohen, që i shtrojmë në spital. Na vijnë dhe raste që janë të panjohura, raste të rinj që mund të përcillen nga një familjar ose nga urgjenca kombëtare. Ne i vlerësojmë dhe nëse shikojmë se ka kritere për shtrimin, i bëjmë referimin për në Spitalin Psikiatrik Alimiali. Para një këshilla ime kryesore që ja u jap dhe pacientëve kur vinë që konsultojnë këtu në qendër është që mos dalin dhe të ekspozohen në pikun e diellit, si i thonë, që mos të jenë në temperatura shumë të larta të ekspozuar. Hidratimi 2, që duhet të hidratohen me lëngje dhe me ujë, dhe këshilla ime është që çdo lloj problemi të vogël që mund të kenë, duhet që ta kapim që në fillim dhe të drejtojnë në strukturat tona për të kërkuar ndihmë, sepse kur problemin e kap që në fillim është më lehtë për të dalë nga gjendja sesa kur i lë problemet që bëhen më të mëdha. Mjeku psikiatër apelon për kujdes të shtuar në këtë periudhë të nxehtë të vitit, duke rekomanduar që pacientët të shmangin daljet në diell, të marrin rregullisht mjekimet dhe të mos konsumojnë alkool.